Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun azza wa falenderojmë dhe vetëm për t'i ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Lutim Allahun e madhruar që tubimet dhe takimet tona t'i bën të bekuara, të dobishme dhe të frytshme për neve në jetën e kësaj bote, dhe lutim Allahun xhallahu ala që gjithashtu këto tubime t'i gjejmë në fletorën e veprave tona të mira ditën e takimit me të. Po vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të madhruar me emrat e bukur të Allahut azza wa jall, duke lutur të Zotin Zot që të na zbukuron jetën me to dhe të na disponon zemrën dhe të na jap lumturinë këtë botë në botën tjetër. Emri që do të flasim sot për të nderuar është një emër i cili në aspektin e jashtëm dhe në përkthimin e përgjithshëm është një emër që e kemi trajtuar më herët. Mirë po, në momentin kur ne futemi në disa detaje tjera dhe e meditojmë pak më thellë dhe më holl këtë emër, do të gjejmë se nuk bëhet fjalë për përsëritje, por bëhet fjalë për një detaj të rëndësishëm që kemi nevojë në jetën tonë këtë botë. Allahu xhallahu ala na ka folur për veten e tij. Dhe sa më tepër njerëzit e kanë kuptuar këtë fjalim, dhe sa më thellë janë futur dhe janë zhytur në kuptimet e këtyre emrave, aq më tepër kuptime dhe margaritar kanë nxjerr. Andaj nuk është njëjtë, për shembull, sikur ai që nga emri i Allahut, për shembull El Alim, din vetëm se Allahu din çdo gjë, dhe gjithashtu ai i cili thellohet më tepër dhe kupton se të gjithë atë që e din nga emri i tij El Alim. Edhe një shkallë më poshtë po të shkohet, edhe po të zhytemi më tepër do të kuptojmë edhe më tepër se kaq. Prandaj emri që do të flasim për të sot të nderuar është një emër që ka nevojë pak më në mënyrë të thokët dhe të detajzuar ta kuptojmë një dallim që ka të bëjë mes tij dhe një emri tjetër që kemi marrë më herët, për emrave të njohur të Allahut te bareke ve teala. Sot do të flas për emrin Allahu xhallahu ala El Muqit. Kjo është nga emrat e Allahu xhallahu ala të përmendur në Kur'an. Dhe Allahu te bareke ve teala këtë emër e ka përmend një herë në Kur'an në surën An-Nisa, sikur se do ta përmendim. Emri Allahut El Muqit vjen nga një rrënjë e një fjale që duhet ta njohim kuptimin e saj para se të kalojmë te kuptimi i emrit në raport me Allahun azza wa jall. El Qut në gjuhën arabe i ka disa kuptime. Një nga këto kuptime është i ndërlidhur ngushtë me furnizimin dhe me atë që e mban njeriu të gjallë. Gjithashtu Qut i thuhet ruajtja së diçkafit, kujdesit për të. I thuhet furnizimit dhe i thuhet gjithashtu në gjuhën arabe Qut i thuhet do të thotë atyre gjërave të cilat kanë aftësi që ta mbajnë dhe ruajnë veten me veten e tyre. Nuk kanë nevojë për rrethana anësore për t'i ruajtur dhe për t'u kujdesur për to. Për shembull, gruri është Qut. Pse është Qut? Për shkak se e ruan veten me veten e tij. E lën dhe ai nuk prishet. Nuk ka nevojë për rrethana caktuara për të ruajtur. Ndërsa pema nuk është kështu. Apo pema me kalimin e kohës fillon duke u prishur. Prandaj ka nevojë për diçka të jashtme për ta ruajtur. Për këtë arsye gruri, elbi e kështu me radhë janë Qut, ndërsa pemt nuk ju thotë Qut. Për ta kuptuar vetëm dallim të caktuar që është në aspektin gjuhësor. Andaj emri ose El Qut gjuhësisht sillet rreth këtyre tre kuptimeve. Do të thotë furnizimit, dhe jo çdo lloj furnizimi është një furnizim i posaçëm. Prandaj në gjuhën arabe Qut është furnizimi i cili të mban gjallë, jo ai i cili është për te i kësaj. Ai që të mban gjallë, ai që është kafshat për kafshat.
Dhe gjithashtu është ai që kut është një lloj kujdesi dhe ruajtje. Prandaj sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Mjafton për njeriu në mëkat që ta humb atë që e kanë përgjegjësi për të kujdes për ta. Andaj këtu yaqut është kujdesi për dikën dhe përgjegjësia ndaj dikujt. Dhe kuptimi i tretë është ai që e ruan veten e tij me veten e tij. Nuk ka nevojë për dikën tjetër me rujt. E ruan veten vetvetiu. Këtu janë tri kuptime gjuhësore që sillen rreth tyre apo që sillet rreth tyre rënja e këtij emri. Ndërsa se i përket kuptimit të këtij emri në raport me Allahun Azza wa Jall, atëherë para kësaj ne duhet që ta vërtetojmë se ky emër është për emrat e Allahut xhallahu ala. E argument për këtë se emri El-Muqit është për emrave të Allahut xhallahu ala është ajeti sikurse e përmend në surën An-Nisa. Ajeti 85, Allahu xhallahu ala thot: "Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita." Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita. Dhe Allahu xhallahu ala është muqit ndaj çdo gjëje. E çka është muqit në raport me Allahun Azza wa Jall? Muqit në raport me Allahun Azza wa Jall, disa nga dietarët e kanë përmendur si emër i ngjajshëm me emrin Allahut El-Qadir. Dhe kanë thënë se El-Muqit është njëjë sikur se El-Qadir. E për Qadir kemi fol, çka është dhe çfarë kuptimi ka emri Allahut El-Qadir. E kanë thënë Muqit është në gjuhën e Kurajshve. Nga se ka disa shprehje në Kur'an të cilat kanë ardhur me gjuhën e Kurajshve. Sikur se është emri Allahut El-Muqit. Ose sikur se ka në Kur'an fasharrid bihim. Kjo sharrid në gjuhën arabe nuk përdoret tepër sikur se është një fjalë tjetër, por ka ardhur me gjuhën e Kurajshve. Sidoqoftë, El-Muqit kanë thënë arabët ose kurajshët në mënyrë më të specifikuar e kanë përdorur për El-Qadir. Andaj ai që është i gjithmundshëm, por edhe kjo ka një dallim me Qadirin. Disa të tjerë e kanë komentuar emrin Allahut El-Muqit me emrin Allahut El-Hafidh. Ai që kujdes dhe ruan. Por edhe këtu ka të bëjmë një kujdesi dhe ruajtje të posaçme, jo ajo e përgjithshme sikurse e kemi përmendur tek emri Allahut El-Hafidh. Dhe gjithashtu kuptimi i tretë i këtij emri në raport me Allahun xhallahu ala El-Muqit është ai i cili do të thotë i furnizon robët e tij dhe ky është i ngjashëm me emrin Allahut Er-Razzaq. Mirë, po edhe këtu nuk ka të bëjë me rrezikun e përgjithshëm, sikurse Er-Razzaq kemi thënë është çdo furnizim që robët e përfitojnë nga Zoti xhallahu ala. Por këtu El-Muqit është një furnizim i posaçëm që mirret nga ana e Allahut azza wa jall. Kur bie fjala për gjitha këto kuptime, cili është atë kuptimi më i të gjitha këto janë kuptime që mund të përmendim kur bie fjala për kuptimin e emrit El-Muqit. E tash si të bëjmë dallimin mes El-Muqit dhe El-Qadir, El-Muqit dhe El-Hafidh, El-Muqit dhe El-Razzaq. El-Muqit lëndëruar është ai i cili i jep çdo krijese furnizimin e duhur dhe të përshtatshëm për të që i mundson jetesën dhe vazhdimin e jetës. Për shembull, Er-Razzaq është ai që në dorën e tij janë të gjitha furnizimet. Kush na furnizon me ujë? Er-Razzaq. Mirë, po e marr shembull ujin për ta bërë dallimin mes Er-Razzaq dhe El-Muqit. Kush na furnizon me ujë? Er-Razzaq. Apo? Po kush e furnizon ujin me ujë që të mbetet ujë? El-Muqit. Çka nuk kupton kjo? Uji dhe sikurse të gjitha krijesat e Allahut azza wa jall. I ka krijuar Allahu xhallahu ala, mirë po ato janë të kombinuara nga një varg krijesash. Apo? Do të thotë ka atome, ka molekula, që ato duhet të ushqehen për ta mbajtur do të thotë atë furnizim në formën e vet të duhur. Uji do të thotë një molekulë e ujit përmban 2 atome hidrogjen dhe 1 oksigjen, apo është H2O. Është kështu? Mirë, këto atome të hidrogjenit dhe oksigjenit duhet të ushqehen, apo që të mbeten në këtë kombinim.
Në qoftë se për shembull mungon një atom i hidrogjenit, bëhet H2O, a mbetet ujë? Nuk mbetet më ujë atë. Prandaj me lehtësi shndrohet në gaz ose shndrohet në avull ose ngrihet. Prandaj këtë ujë që ti po e sheh, çdo moment el muqit e furnizon me atë që i duhet këtij ujë për të mbetë ujë. Ndërsa ar-Razak ta bën ujë atë. A kuptova el muqit çka është? Prandaj çdo merre tash subhanallahu sa është kjo madhështia Allahu te bareke ve taala. Vazhdimisht veç ujin me e marrit ujë, sa puna duhet. Se duhet masa caktuara. Apo një atom më tepër, një proton më tepër, një neutron më tepër e shndron diçka tjetër. Dhe lëviz nga të qendrët ujë. Mos flasim për përbërjen e oksigjenit që e thithëm, apo për balansin mes tij dhe dioksidit të karbonit, me kon më tepër çka bëhet. Kush i furnizon këto me këto, me masën e duhur që i duhet krijesave, ky është el muqit apo. A kuptuat? Gjithashtu merren në trupin e njeriu. Çdo gjymtyr e njeriu, çdo nerv ushqehet me sasi të caktuar të el muqit. Apo në qoftë se për shembull ju e dini se zemra furnizon trupin me gjakun e dur. Në qoftë se për shembull një gjymtyr e caktuar merr gjak më shumë se që i duhet për të funksionuar, me automatizëm shfaqen problemet ato. E kush i tregon kësaj se sa i duhet kësaj dhe e mban balansin, el muqit. Andaj shiko, kjo është më hull se ar-Razak. Kjo është më hull se ar-Razak. Shiko për shembull, ne jemi të rrethuar me oksigjen. Apo? Dhe nuk ke mundësi ti me kufizu sa me hyrë në mushkëri sa me dal. Oksigjeni që thithet dhe dioksid karboni që lirohet. Ti nuk ke këtë mundësi. Nga se ke i bjenë se kur ti me kun uj, apo? Dhe ke gojën mbyllur. Si të hap gojën në uj, a mush me vendos sa më fut nga ujë në gojë? Nuk mundesh. Nuk mundesh. Por në tokë mundesh. Edhe pse ajo që na rrethon është një sikur se uji, se këtë kjo hapësirë është e mbushur me oksigjen, një sikur se është e mbushur me ujë. Por Allahu xhallahu ala nuk na ka bërë që të jetojmë në ujë. Prandaj si të hap gojën, futet nga uji pa pengesa. Se nuk është veni jot atje me jetu. Ndërsa në këtë ambient ku ne jetojmë, edhe pse është e njëjtë sikur se uji i stërmbushur, el muqit e furnizon mushkrit me atë sa i duhet për të mbet gjallë, e nuk vërshon i tërë oksigjenin mbrana me të ngulfat ty me të myta. Kjo është el muqit. Apo el muqit i cili do të thotë e ushqen çdo krijesë me atë që i nevojitet dhe për aq sa i nevojitet. Dhe gjithashtu el muqit është ai i cili ka shpërndar llojet e furnizimeve në mesin e njerëzve për të pas mundësi që të shkëmbejnë mes tyre interesa të tregtisë. A ka, për shembull, në botë, në Kosovë, ka krejt çka ka në Afrikë? Ja s'ka optën. Po a ka në Afrikë çka ka në Azi? Nuk ka optën. Apo? Andaj çdo popull e ka furnizuar me atë që i nevojitet. Dhe kjo shpërndarje e rrezikut, duke i përshtat njerëzit me rrethonat e jetës ku ata gjenden, dhe shkëmbimi i interesave mes tyre është pe el muqit. Qase ar-Razak është ai që ka kriju krejt, dhe ai që furnizimi i tërë është në dorën e tij. Por shpërndarja e tij me mas pastaj është nga emri Allahut el muqit. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu, sikur se thotë në surën Fussilet, në ajetin numër 10, përmend krijimin e maleve, tokës, qëndrueshmërinë e maleve, stabilitetin e tyre, dhe thotë وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. الله جل وعلا thot dhe قدر فيها أقواتها. Dhe Allahu xhallahu ala i ka caktuar kutin. Kut e pam çka është, apo subhanallahu, të gjitha krijesave. Apo ja ka caktuar kutin brenda 4 ditëve. Fi 4 أيام. E ka krijuar qiellin dhe tokën për sa? Për 6 ditë, apo, ose për 7 ditë, ditën e gjuma, do të ka përfundu krijimi, dhe në ditë është kriju Ademi a.s. Ndërsa ndarja me precizitet
se çka i duhet çdo krijesë dhe sa ka më marr çdo nerv dhe çdo damar nga gjaku, e ka caktuar Allahu xhallahu ala ende pa i krijuar. Dhe kujdeset për këtë në mënyrë të vazhdueshme, që njerëzit të marrin atë sa u nevojitin. Andaj shiko kuti çdo kujt për neve është oksigjeni që e thithëm. Në momentin kur harxhohet furnizimi i mukitit ndaj dikujt, vdes apo. S'ka mu. Apo e ndërpren furnizimin. Sikur që e shohim edhe në jetën e përditshme. Prandaj Allahu te baraka ve taala jo që ka kriju se ti mundesh për shembull apo ti mundesh mi ia blej dikujt një çokoladë. Apo mundesh dikujt mi ia blej do buk, edhe mi ia dhon. Edhe me e llogarit këtë furnizim. Kjo është minimumi i minimumit të furnizimit, apo? Nëse Allahu xhallahu ala e ka kriju këtë ushqim. Apo? Dhe pastaj ta ka mundsu ti me hongër. Por kur e ke hongër, gjithashtu el muqit këtë furnizim e ka shpërnda atje ku duhet me marr çdo pjesë e trupit atë që i duhet. Në diçka shkon gjak, diçka shkon kët, diçka shkon nat, diçka shkon nat. Në gjithat, paramendoj për shembull, këtë ushqimin që e hajmë, mos shpërndahet në sasi të caktuara në gjymtyr ku i duhet. Po për shembull, krejt çka taj më shndru për shembull, në diçka më shndru në mish. Krejt çat han ti kur gjë zbot ajo. As nuk bëhet kalori, as nuk bëhet proteina, as nuk bëhet kur gjë, veç bëhet mish. Si kish më duk njerëzit? Subhanallah. Ose më shndru veç në gjak më shndru. Kur e drejt. Mirë po el muqit të furnizon edhe kur të futet në trupin tënd, pastaj e ndon këtë furnizim, përsëri i furnizon gjymtyrët e tjera me atë që i duhet, në sasinë që i duhet, me atë që i duhet. Andaj keni pa një ushqim nuk ka veç për shembull diçka të caktuar. Po ka këtë, ka atë, apo nga kaloritë e nevojshme që i duhet njeriu, nëse kur të futet mbrana, kush i shpërndan pastaj ato ku duhet, kush e furnizon këtë me atë që i duhet, e këtë e çon atë ku duhet, el muqit. Pa kjo është el muqit, i cili do të thotë kujdeset për robët e tij dhe i furnizon me atë që nevojitet. Dhe kjo paramendon veç njerëzit sa madhështor është, po krijesa të tjera, kafshët, apo kafshët do të thotë është i cili u mundson që ta marrin atë që nevojitet dhe ta përdorin atë që ju duhet në mirëmbajtjen e vetes së tyre. Sa nga insektet ka, apo el muqit vazhdimisht çdo ditë, çdo moment, çdo sekond, Allahu xhallahu ala dërgon furnizimin e duhur aty në krijesave që të mbeten gjallë ato. Nga furnizimet e lloj-llojshme që atyre ju duhen për të mbijetuar ato. Andaj ky është kuptimi i emrit Allahut el muqit, do të ai që në këtë mënyrë i furnizon robët e tij dhe i ruan dhe kujdeset për ta ato. Dhe normalisht furnizimi që Allahu ia jep krijesave për mbetur gjallë kështu dhe për të kujdesur, është dy lloje. Apo furnizim, po e quaj kushtimisht furnizim me kuptimin që e cekëm më herët. Apo furnizim i cili ka të bëj me mirëmbajtjen e trupit dhe këtë e dim në shumë mirë dhe e ndim dhe e përjetojmë. Apo prandaj Allahu të furnizon me një ushqim caktuar dhe ai ushqim për ty është edhe ngopje, është edhe kënaqësi, por është edhe ëmbëlsirë. Apo, nuk ka veç furnizim që ti han. E po gjitha këto përjetime që e shoqërojnë ushqimin vijnë prej el muqit. Dhe ky është një lloj furnizimi, furnizim i cili e mirëmban trupin. Dhe furnizimi i dytë është më kryesor, që vjen nga el muqit, ai i cili i jep zemrës kut, i jep zemrës atë që disponon e bën të lumtur nga adhurimet e Allahut te bareka ve taala, ushqimi shpirtëror i njeriu i cili i jep njeriu lumturi, disponim, fuqi, vullnet, ambicie për të vazhduar tutje e kështu me radhë. Andaj ky i dytë është për neve shumë më i rëndësishëm dhe për këtë do të flasim për këtë më tepër. Mirë po njerëzit në mënyrë të detajzuar i din për mbajtjet e ushqimeve të caktuara. Apo, për shembull, nëse e han këtë ushqim, sa nga proteinat futen në trupin tënd,
e sa nga kalciumi, e natriumi, e kështu më rafut, në të sa nga këtu, apo, i din saksisht, e i ka të shrume. Aja që ka të bëj me ushqimin trupor. A i dim në mënyrë të detajzuar kështu në qofë se për shembull, kaq bën ibadet sa proteina hinë në zemër, e sa fuqizohet, e sa, për shembull, ose dietat e caktuara sa mirë dim, do të më lën këtë, nëse han këtë, ki mundsi me shtu peshë e kështu me radhë, mirë, dhe ajo peshë pengon lëvizje, a i din ushqime që ta shtojnë peshë në zemër, se rënojnë, e lodhin, apo se edhe kjo është e lidh me elmukit, që do të flasim për të inshallah në pjesët e dersit. Andaj kjo është ajo që ka me kuptimin e emrit Allahut elmukit. Se përket pjesës tjetër që ka të bëjë me këtë ligjërat, e ndikimi i këtij emri në jetën e përditshme. Padyshim se në qoftë se emri Allahut Ar-Razzaq, në qoftë se emri Allahut Ar-Razzaq që kemi marrë të kaluar, na jep një lloj dozë të mjaftueshme për madhrimin e Allahut xhallahu ala dhe për dashurinë ndaj tij, atër emri Allahut El-Muqit duhet me ashtu këtë dhe më tepër. Në qoftë se emri Allahut Er-Razzaq ne jap një bindje se i tërë furnizimi është në dorën e Allahut dhe nuk ka kush e ndal furnizimin që Allahu ta ka caktuar, El-Muqit e shton këtë bindje dhe më tepër. Në qoftë se emri Allahut Er-Razzaq të jap ty bindje për fuqinë e Allahut azza wa jall, për pushtetin e tij, për pasurinë e tij të paskajshme, atë El-Muqit edhe më tepër të jap këtë bindje. Në qoftë se emri Allahut Er-Razzaq të jap bindje për kujdesin e Allahut për krijesat, El-Muqit e shton edhe më tepër këtë bindje. Dhe në qoftë se ne në çdo begati që e shohim, e njohim Er-Razzaq, dije se kujdesi që kjo begati të mbetet kështu begati është nga El-Muqit. Nëse Er-Razzaq të ka dhonë, po kush e mban të tillë derisa gjithmonë të përdor El-Muqit. Dhe subhanallahu, me siguri shumica për juve edhe këto gjëra mund të dini më mirë se unë, që kanë bëjmë aspektet shkencore të përmbajtjes së ushqimeve, sikur se ka edhe të ujit, madje të kripës, apo që është në përbërje të caktuar kimike. E kam përmendur se një shtim i vogël në një atom apo një molekull të shtohet e caktuar shndrohet tërësisht në diçka tjetër. Madje kripa është e përbërë nga dy elemente kimike që në esencë ato kanë gatishmëri për djegje të shpejtë mes vete. Vetëm balancimi mes molekuleve të tyre e bën kryp. Para mëna ti ki një thës kryp të shtëpia, apo i dhe ra me flajt. Kush e man kryp gjithë natën? A furnizon dikush me atom të caktuar me met kryp gjithë natën. Para mëna në qofë se El-Muqit nuk e furnizon krypën me atomat e caktuara që e mbajnë kryp në sabah të kallët shtëpia. Për që ti thirë që ti kryp e ke pasë. Në shiko që fa kujdesi madh, veç krypën me majtë që Para mëna ujin, në qofë se nuk e furnizon Allahu vazhdimisht, nuk jep El-Muqit, nuk jep gjithmonë atë që e cekëm nga përbajtje e ujit kimike. Që qaja nuk është, ti mush me mush ujin ose me ble uj, dhe në mëngjes kur qosh, është bënë në gjenje të gazt. Sa është mo? Nuk është, ma di është bërë në një begati tjetër që fatkeqësisht ka mundësi me të bodama. Prandaj nuk duhet me shikove begati si begati. Ta ka e pa Allahu veshin, ta ka e pa Allahu xhallahu ala shëndetin. Kjo është risk. Mirë po, kujdesi për te, mirëmbajtja e tij, furnizimi i vazhdueshëm i këtij shëndeti me atë që mban të tillë është nga El-Muqit. Dhe kjo e bën njeriu që vallahi me të vërtet ti shtohet dashuria ndaj Allahu xhallahu ala, madhrimi ndaj tij. Dhe ti bindur veçanërisht në këtë kohë të sprova të ndryshme kur njerëzit fatkeqësisht për shkak të lakmive të ndryshme apo dobësohen në fe. Për shkak të lakmive të ndryshme e shkelin vinë e kuqe të haramit që të i kalojnë kufit e Allahut azza wa jall, tu themi se El-Muqit është ai i cili të furnizon. Prandaj njeriu kur e përdor haramin, ti e ke marrë një haram. Mirë po a don mu kënaq me atë? Po e kush i jap efikasitet
për të kënaq kësaj gjë që ti e ke marr, ajo s'blehet. Apo ajo nuk blehet. Ti mundesh me e ble një çokoladë. Çto ti mundesh me e bë? Mirë, po a mundesh me e ble kënaqësinë me çokoladë? Kjo s'blehet. A mundesh me e ble që ajo çokoladë me të bëj dobi ti? Kjo s'blehet. Kjo nuk mund, shëndeti s'blehet, kënaqësia nuk blehet, përjetimi nuk blehen. E kush i mundson këto? Jo çokolada. Ajo është një që e ka për rrezak. Të gjitha të tjera të vinë nga el-Muqit. Prandaj nuk ka mundësi njeriu mu kënaq me atë që Allahu e urren. Nga se nuk të furnizon me kënaqësi të mjaftueshme dur, që ty duhet me përjetu kënaqësinë që e kërkon përmes këtij harami. Andaj el-Muqit është ai që duhet të na i ushqen zemrat me bindje. Fillimisht me dashurinë e Allahut xhallahu ala, pastaj me bindje se i tërë furnizimi është ndonë Allahu xhallahu ala. Dhe nuk është kjo botë vëllëruar e kurdisur sikurse ora. Apo çka nuk kupton e kurdisur sikurse ora? A keni pa orën kur do me kurdis? Ti e bën një veprim në fillim. Apo e lëviz qelsin e caktuar për ta kurdisur orën për të punu. Apo dhe pastaj e lën. Po tash ajo lëviz në drejtim të caktuar për ta dëshmu punën e saj. Por ti s'ki të bësh me të mëopta. A duhet çdo moment me kurdis? Jo, e ke kurdis një herë apo. Dhe për 10 orë të ardhshme, për shembull mjafton kurdisja e saj një herë. Allah nuk e ka kurdis këtë botë kështu, apo për shembull e ka kriju, e ka lënë në këtë mënyrë edhe për 1000 vjet më s'ka kujdes për te. Jo, në çdo moment, madje nëse diçka më e vogël se momenti, në çdo çast, Allahu xhallahu ala kujdeset për furnizimin e robëve të tij. Prandaj Allahu xhallahu xhelalu thot: "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Në qiell është rizku juaj. E na ku e lipëm rizkun? Ti kur do me furnizu rrezik me marr, ku e lip? Ti lim tok. Po e lim tok. Po Allah po në qiell është rizku juaj. E po në qiell rizku, nëse në tokë janë depot. Allahu xhallahu ala i ka mush depot me rrezik. E sa ka me taj? Allahu alem. Allahu alem. Ndarja e rrezikut nga depot e tij bëhet me emrin el-Muqit. Prandaj gjitha këtu na bëjnë me kuptu se ajo që është tek Allahu nuk mund të mirret duke e dhuruar Allahu xhallahu ala. Nuk mund të mirret duke kundërshtuar Allahun te bareke ve teala. Kjo është, po them, një rregull shumë herë i përsëritur, po edhe shumë më tepër i shkelur. Apo që musliman nuk e kanë të qartë ende se çka i bie të jesh i bindur se Allah është Ar-Razzaq dhe është El-Muqit. Se shpesh herë në ndodh një jetë në kësaj bote të ndëruar që për lakmit caktuar të kësaj bote, nuk po flas unë për haramin që nuk kupton drogën dhe alkoolin, apo për çdo haram që është haram. Shpesh herë muslimanët bëhen pjesë të saj duke menduar se me këtë e shtojnë pak më shumë atë që e kanë ata. Apo e nuk e dinë se me shtimin e kësaj paksohen do tjera që janë më të rëndësishme se shtimi i kësaj ata. E emri Allahut el-Muqit na mëson se me çka shtohet edhe me çka paksohet ajo që dëshirojmë që neve të na shtohet ata. Gjithashtu prej ndikimit të emrit Allahut el-Muqit në jetën tonë të përditshme të ndëruar është që ta kuptojmë kujdesin e Allahut azza wa xal ndaj njerëzve. Dhe këtë kujdes ta marrim ne si mësim për veten tonë, që të kujdesemi për ata që Allahu xhallahu ala i ka dhënë kujdesi. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yuqit", kështu ka në transmetim, ose an yudayyi'a man yaqut, edhe kështu ka në transmetimin tjetër. Mjafton për njeriu në mëkat, mjafton për njeriu në shkelje dhe përgjegjësi për Allahut azza wa xal, mjafton për të në qoftë se nuk kujdeset për atë që Allahu i ka thënë kujdesu.
Kanë të ka e Allahun kujdesje? Familjen tënde. Gruaja jote, fëmijët e tu, janë ata që Allahu xhallahu ala të ka thonë kujdesu për te. E para këtyne ta ka jap në kujdesje kanë vetën tënde. Ty të ka thonë, ti kujdesu për ty. Ti kujdesu për ty. Dhe ti kujdesu për të tjerë. Dhe asë një gjuna mës me bo, heq. Veç mës me u kujdes për që ta është balë gjuna të ka Allahu xhallahu ala. Edhe kujdesi që Allah ka kërkuar për i teje, apo është kujdes minimal, se për kejt tjerët prap aj kujdesit. Prap aj kujdesit. Përndaj, ajt ka thonë, puna me halal, edhe munohu me fitu. Tani, sa ki me fitu ti? Dhe sa kanë me përfitu ata nga furnizimi jëtë? Dhe sa kanë me paharin e shëndetin, këto ta dikush të tërë kujdesit për te, jo ti. Parmëna për shembull Allahu xhallahu ala, edhe kjo ka mund me konë ngarkesë, detyrë ndaj neve, po? Me thonë, nuk guxon më shumë se 200 proteina me fut në trupin e aty që i kujdes. Ishte dash çdo sa që e blen me kalkulu, me mat, mos më hongër, se për një më hongër më shumë haram e kishin pas ato. Apo? Se ka dhon këta, ti mos e ke gale shpërndarën e kësaj trup. Unë e kam këta. Ti kujdesu për halal, sjellu të shtëpia halalin. Gjithashtu para furnizimit material, ka obliguar që të kujdesesh për ta për furnizimin shpirtëror, apo për dinën e tyre, për fenë e tyre. Andaj besimtarët duhet që ta kupton këtë përgjegjësi në mas pak më të madhe, në nivel pak më të lartë, se do të pyetet për fenë e gruas së tij. Do të pyetet për fenë e fëmijëve të tij, do të pyetet për të gjithë. Nga se këta Allah ti ka dhënë përgjegjësi. Ti ke humbit për çita. Qysh ka qenë feja tyne? Qysh ka qenë ibadeti tyne? Si ka qenë udhëzimi tyne? Si ka qenë kjo tyne? Si ka qenë neja tyne? Si ka qenë shoqëria tyne? Me kënd kanë nejta? Ti e përgjegjës. Nga se burri ka drejt me ndalu gruan, me u shoqëruar me kënd ndaj jaftë. Zban me çta ngon. Jo për shkak diktaturës, për shkak se ai tani dënohet për këtë punë. Pse e ke lënë ti? Apo pse e lejë me këta? Andaj për me shpëtu vetën nga dënimi dhe nga përgjegjësia ka drejt me thonë, prej sot nuk du kjo gru marrë më korrupt. Prej sot nuk du me nejt me këtë. Prej sot nuk du me të pa që je këtu. Ka drejt, është edhe, ju me bo zullum, po tjetë kjo arsyetu me aspekt fetar. Sikur që, i ka thonë Abdullah ibn Mesudi grua së ti. Kur ka ardhur të shtëpia dhe e ka gjetë se gruaja e tij po fillon që ka filluar të zbehet pak në sabër me gjendjen materiale që e kanë. Nëse ka një grua aty, si ndodh dhe i ka thonë, burrit është shtut, o sahabi, ka ndikim, një litër me aqu halife, se jap gjysë në dunjas, e kështu me radhë, që shpërnani, e kështu me radhë. Edhe gruaja normalisht dëpsohet, burra dëpsohen. Edhe kur ka ardhur ibn Mesud të shtëpia, ka pasë gruaja e tij po fillon çore i shkon mirë në aton, na ka met pak, ky fjalor s'është, nuk e na mësuar me këtë fjalore. Këtë fjalor s'e kena përdorur na kurr, këtë kokairi, këto fjalën treja, pika këto fjalë. Pika ky fjalor. Ka thonë, me kanë kënajt para se me da pa ordhën, veç ka thëmë kush u konë këto. E ka ditë, veç të rëgëm kush ka qenë para se me ordhën. Ka thonë ke filonja, ka thonë pesat më kurra në shpetem me i jepë. Murë funda, më thonë. Ka se unë po investoj, e po vjen, të parëmëna për shambull, parëmëna ti me i pas 10 punëtor, me nëzi ke fund sistem me punu, edhe ti e shku dikun, edhe menaxheri që e kënon përgjes, ju thotë, pse po punani? Po luhetni. Po më kono se isha çupi mat ti pikë kësaj pune. Ju duhet më lip hala punë, rrog për këtë punë. Kjo punë lip, edhe 3 rrog me pas. Apo edhe kur kthesh, s'ka punu kur gjë. Çka u bë? Mirë u lash, këtë kënaqur me pagesën, nëse kupton se menaxheri e kaloi këtë punë. E mani thosh që edhe pak se ju keni mu bagi fort me punu. E thosh pe sot ti mos vjen këtu. Apo, gjasë i ka prish për tort. Të të vinë një menaxher që i udhëheq punëtorët, i jap vullnet edhe ambicie me punu, i shtyn për para, jo dikur që i dekora janë. Dhe këtë e bën me kanë, me menaxherin e punës. E pse nuk e bën me menaxherin e shtëpisë? Ha? Menaxheri i shtëpisë, kush është? Gruaja. Aja menaxhon shtëpinë, aja menaxhon evlat, aja menaxhon me këta. Apo, që ky menaxher i shtëpisë ta prish biznesin e ahiretit të shtëpi. Çka do të më bëj atëherë? Duhet me konë dinat shkollë, ndoshta edhe me ndru menaxherin komplet. Sikur si ka thonë Ibrahimi alayhisalam Ismailit. Apo, u shku me vizitu Ibrahimi alayhisalam Ismailin alayhisalam, po se ka gjetë shtëpia. Edhe ka gjetë menaxherin. Normal,
Nuk është shefi, menaxheri është aty. I ka thonë, ç'e keni punë, ç'po shkon? Tash po flas në gjuhën e bashkëkohore, se si ka thonë kështu. Apo po domthon ç'është po shkon puna? Ka thonë mos vet valla, mos vet. Menzi pe përthekojmë ditën me ditë. As po kemë me hongras me pija. Para mëna njëri të huaj po shë, ai nuk ka di se ky është baba i tij. Ç'është gruaja apo i shpërndan sekret të shtëpisë të hujve. Pa me konjë ata shumë mirë jemi ata. U kënaqem. Edhe kur ka filluar mua ankuaja shumë, edhe kur kom më thonë alhamdulillah, çan zoti, s'ka si fjola, ka kjo nuk është fjalori i djalit tam. I ka vonë veç i bën selam Ismailit, edhe i thosh ndrej pragun e shtëpisë. Ha? Ndrej menaxherin. Ky s'ka bëra çat pisoj kur. Nëse sot çaj të shtëpia kur s'naqet. Kur s'bot rahat. Pse? Se sa ti çajsh, tu i zgjidh kese që i ke pru ti, qyret, ta ma shumë paskat. O petë nësë kemë shumë. Apo, duhet mi jam shelë relit në të të, mësë me po për jashtë. Me po begati që i kam rena për më knaqë me ato që ka Allah ka furnizua. Pa duhet më kujdes për zemrat e tyne, për sytë e tyne, ku po këqyrin? Qa po ngojnë? Nga se kejtë këto koridore e prishin ato që ti duhesh më kujdes për te. Normal e lëndërua. Normal. Te ki pa vëllaj, subhanallah, një gyp i shpis. Gyp. Me bu për shumë mu që përthy, edhe pejti me do në dytësina, të përën. E po, e len që ashtot? E len, gyp e sapi, hekra, me hekra smirëm në apër. E len, jo vëllaj mere, se era s'lerat. Era, du të menjen me shku me sanu, me regullu, me ndreq, një kanal veç, që për mes ti po vjen një dytësina, të përën. Po mirë lëndëror, e sa gypa janë ndërtu ka familje tona, që të gjitha këto po i furnizim me ndytësina, e ku është sanimi për to? Ku është angazhim me imbyll ato kanalet e ndyta, që po ne i prishin familjet, në moral, në sjellje, në fjalor, e kështu me radhë. Prandaj, nuk ka ardhur ky rebelim i madh, dhe ky mos respekt, dhe atyre që duhet me i respektu, nuk ka ardhur ky nga asnjë kanal tjetër, përveç se pe këtyne gypave të ndyt që vinë për atyne që dojmë me na i prish familjet tona. Ku është roli kry familjarve? Ku është? Subhanallah, hinë shpe, del për i shpis, edhe se jonën kanalën heq. Asyur që janë të këqyrë, bila pëtë. Ku është përresia? Qëka janë të këqyrë? Serialet të cilat, vallahi, billahi, jenë maru më në prisha pëtë. Dikush mund në hoq, ka dalë, se hinë zemët e tyne. S'kam qka me hiu në zemët e tyne? Nuk ishka me hinë zemët e të prishtve. Ata që bujnë pun të prishta. Apo, serialet e shumëta, që na vinë, tash na e kanë rupak, apo i kanë islamizu serialet apo tash turqisht më na i bin. Tash dhe dia hoq, hajt të Amerikës Latine, ke pas drejt ata se tash çka më thon për ta. Ha? Tash po na i prishin, ma keq. Ma keq tash po na i prishin, se dhe dia breu koni një filter, një pengesë, jo se këta janë musliman bojnë kështu. Po tash s'ka më filtera. Është janë mush shtëpiat me serialet të tilla. Edhe këshira u përmbajt në përën. Më nej ndëgja për përmbajt, leza për përmbajt e tyra përën. Të gjitha janë përmbajtje që prishin familjen. Nuk ka një serial që përdhan vlera familjare. Të gjithë, pa përjashtim, prishin familjen. Raportet bashkërtore. E japin gruz guxim, mi thonë burrit, te i sot ti, po pe i sot unë e tash. E kena në rupa kësë te ime. Apo, që kjo është për qëllim. Ku ke patin pushtet 50 vjetë, apëton, kejtë për bine, ati dush me rane hera. Hajde të ndrojmë ka pak karikat. Androjmë kryetarët. 4 vjetë, du të më nërru. Po atë na për ndrojmë kera, pëse ti gjithë kryetarë në familje. Du të unë e tash pak me kom kryetarë, të këshyrëm me vota. Ta mun me vota se ti. Normal. Andaj duhet të tëmë që kemi përresi. Wallahi, Allahu ka më na pyet për të familje. Kjo është aja mukit që ti dush me kuptua, pëtën. Ta ka pa Allahu xhallahu ala ndor një lloj pushteti, autoriteti dhe furnizimi që të kujdesesh me te për familjen të ndapta. Nga se shika që shë furnizan njëriun burën, apo e furnizan vazhdimisht me një furnizim të posaçëm që si a qënë ato gruz, kur, pëtën. I ka do, jenë do kanalet. Me po njëri që
fillojnë me devalvu rrezikun që jep Allah, rrezikun e burrnisë, të udhëheqjes së familjes, apo fillon se përdor kur si vyn mbyllet e hapta. E kur mbyllet furnizimi i el-muqit burrit me burrni, me çka më mojtë atë? Me çka më mojtë? Se na nuk jena burra pse na burra. Ja hapta. Ja. Ai me burrni të furnizon el-muqit, ditë për ditë ta çan kapak. Apo me përdor për të çka duhet se ty të vyn. Ja ka burrit aftësinë e udhëheqjes. Ja ka këtë aftësi. Dhe çdo ditë Allahu e furnizon kryefamiljarin burrin me këtë aftësi për të menaxhuar me familjen. Momentin kur ai e keq përdor këtë furnizim, dhe nuk e përdor ku duhet, janal Allahu azza jalla. Janal e tani jetë mashkull, tani jetë gjini, që dallohet pe gjinis tjetër. Po jo me aftësi udhëheqëse dhe menaxhuese për familjen e tij. Nga se el-muqit ja kanal ata. Prandaj na kena përgjegjësi që me kutin e burrnis, me kutin, po them kut, kuptoj çka është fillim, apo e aftësisë për ta udhëhequr familjen, ta përdorim këtë drejtim. As mos ta keq përdorim për zullum dhe padrejti dhe shtypje dhe presion, por as mos ta lëm anash që të lirohet apo anija e familjes e pastaj valët e detit normalisht e çoj gjithka. Anija ke po kur të lidhur mirë, dalgët mund me rrugë sa dush, e lëviz anija, po është e ngjitur për bregu aftë. Veç zgjedhë pi aty, edhe le. Tani mund nuk vendos anija ka po shkon. Dallë kanë me qiu ato ka të përplasin aftë. Ti ai që e mund familjen të lidhur për bregu aftë, të shpëtimit. Dhe përkundër të gjitha dallgëve të kësaj bote, mbetet e lidhur për bregu. Vallahi nëse ti e zgjidh, ti veç mundesh me zgjidh familjen tonë, nga përgjegjësia, nga mos kujdesi për ta, nga mos përcjellja e gjendjes së tyre, ti nëse zgjidh, atëherë dije se dallt e detit të kësaj dhunjaje e qenë shumë këto ditë të ngritur analt, është një përplasje valsh dhe dallgësh e pa parë më herët kështu afton, në ditën e turbulluar të dunjas, paramendoje në atë përplasje dallgësh dhe valsh, familja jote ka përplasur djathtës dhe majtës afton. E çfarë rahatie kimë pas ti mësoni? Çfarë shpëtimi kimë pas ti? Në kjo është el-muqit që ta kujton ty se ti e ki dikën përgjësi me kut, me ushqy afton, po edhe me kafshat vallai, po edhe me buk, barë që ki me i majtë familjen tënde. Obligime ke me u kujdes për familjen tënde në aspekte material, për ushqimin e tyre dhe për veshmbathjen e tyre. Jo me lënë dikujt tjetër afton. E kuptoj që njëri me konë, për shembull, një kohë caktuar i papunësuar. Mirë, po jo me konë i pandërgjetshëm afton. Baba është ai që punon. E familjen tonë kush e këshyr? Po është buxheti i përgjithshëm afton. Ja. Kjo është mëson tek Allahu xhallahu ala. Ti e ke obligim 1 milion euro me i pas. Ti e ke obligim ti me tujat me këshyr familjen tonë afton. Jo me tujat afton. Jo me dikujt tjetër. Me tujat, ato çka janë tujat, ti e ke obligim me to me këshyr familjen tonë afton. Nëse kjo ta mundson udhëheqje. Nëse dikush të ushqen, e të veshmbath, e të jep me pije krejt, e tani kimi thonë, haram është me dhënë dorën. Tani haram pak më ka dalë. Se këtu tash, nuk ka, dhe këtu s'ke haram, e tash, u po për herë arrisni harami mu shfaq. Të hum aftësia e ndikimit familjen tënde, dhe vendosë e kufeve. Andaj vëllëndëruar puna, bëhu i Zoti vetvetes, kujdesu për familjen tënde, me atë që ka Allahu të ka mundësu me halal, mos u bë barre askujt, as e prindve tu, as e vllaznive tu, as e askujt. Angazhohu sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më mirë është për dikën për juve të shkon në mal, të prejnë dru, të vendosën kraje të shet, se sa ta zgat dorën e të kërkon për njerëz aftë. Andaj mos e zgjidh sot punën, në atë kuptim, s'u mësuan kështu më punu. Unë s'u mësoj që kaq më lodh aftë. Kur kush nuk mësua aftë, ne po mësohet. Ton mësohem, nuk ka problem. Prandaj ajo të bëhet njeriu për shembull, barr e shoqënisë. E din që po hjek tani ky çën 10 euro, ky 20 euro më pagu dikush qirat, dikush bukën, dikush ka situata të caktuara, një kalon njëri në kriza, është fazë. Po jo ajo më bëj jetë Allah. Jo jetë nuk është ajo më ashtu. Andaj dil mbledh, bërllak mbledh.
edhe shit, pse që ka? Haram është me zgat, marrë me zgat dorën, apo marrë është me konë nevoli për dikon tjetër, nuk ka marrë me punu me halal, mundo me qka të mund lëviz, se Allah ta ka jap fuqin e lëvizjes, Allah ja ka jap mashkullit aftësin e gjithshmërisë në natyrë, din mu gjithë, din me punu, po duhet me ngjalla ato, duhet me jap hapësirë asajna, për ta furnizu familjen e tij, me emrin e Allahut el-Muqit, ki me dhonë përësi për këtë punë. E ke obligim me osiguru veshmbathin, e ke obligim me osiguru ushqimin, e ke obligim me osiguru vendbanimin, obligim është kja, nuk ka punë në vile. Familjes tënde me asiguru vendbanimin, ku ata lirshëm Allahun adhurojnë, obligim e ki, farz është. Prandaj edhe shpesh herë njerëzit, për shembull, jetojnë në bashkallak. Ani bashkallak është i mirë, po jo në llogarit fesë. Ai gjithë ditën është për jashtë, edhe gruaja me shami gjithë ditën në shtëpia e saj, apo as nuk ka mundësi me shamin, as ibadet me borahat, as kurrë me borahat, pse familja e tjerë, tjetër muhabet aty bëhet, tjetër musafir ka aty kështu me radhë, edhe ai thotë mirë jena nërkol miem, shiu s'po na rrug. Allah nderuar. Bën zgjidhje për fenë e familjes tënde, sigurojo vendbanimin e duhur për me mujt lirshëm me zbatu ligjin e Allahut azza xal. Madje edhe me një kolip mërnu. Nuk është kjo nxitje për të nda pe prindërve larg asaj, por kjo është nxitje për të ruajtur fenë e familjes tonë. Ditë për ditë konflikte, mos pajtime, telashe. A nuk e zbe ky iman e grusa? Çu nuk e zbe? Ti një herë me ran mos pajtim me dikan, zbehet imani. Para mëna ditë për ditë probleme mes nusë dhe vjerës të shtëpia. Për punë pa lidhje. Normal janë nxjerr rrugën ditë për ditë. Vani vogël. Mirë, po kur ti bosh i Zoti vetes tën dhe bash kryefamilja familjes tënde, vendos rregulla kush ka më ardh, kush s'ka më ardh, kur ka më shkym drita, kur ka më dhëzira, çka ku më bë, këtë shtëpi ti vendos. E po dikush edhe ka ndërtu, ose dikujt tjetër, dikush tjetër furnizon, e tash ti do marrë fundit të dhe më vë, unë jam këtu që vetna, kush ka marrë, kush s'ka marrë, ja, këto se kitën e ti më. Andaj, edhe kjo është pjesë e kujdet për familjen tonë. Mundohu maksimalisht të sigurosh vendbanim, ambient të mjaftueshëm të duhur për ta adhuruar Allahun te bareke ve teala. Për ta ruajtur fen, nga se vallahi çdo ditë që bjen imani gurus tonë, ti ki më dhon llogari para Allahut xhelal pse i ka rë imani apo. Pse që kjo grusë ka pas imanin ku duhet? Ti ki më vet. Ti. Nga se ty të ka bëu Allahu përgjegjës për imanin e saj apo. Ti në zemër si jetë, soj, normal me ditë termostat në imanit, pa i vret. Prandaj ti e përgjegjës për këtë. Prandaj në çdo gjë që i haruan fen grusë tënde, dhe çdo gjë që i ndihmon asaj me rujt imanin, mos kurse me asgjë me e pagu opta. Me asgjë. Çka do qoftë? Mundohu se ajo që është materiale vjen Allah. Apo vjen. Dërsa ajo që është e imanit, ajo hub. Tani mo Allah le ma kthehet mo opta. Prandaj mundsoj familjes tënde spaku nga ana jote. Ambient dhe kohë të mjaftueshme për përmirësimin e zemrave të tyre, për ngritjen e imanit, apo që të ketë kohë gruaja edhe me ndëgjuar ligjërat, që të ketë kohë gruaja me lexuar Kur'an, të ketë kohë. Po nëse është angazhuar me 100.000 punë shtëpis, pen sabah kur qohet ngati, e kur me lexoja Kur'an? Apo mirë vëndëruar nëse për shembull me ndihmu nga njëre me një grua tjetër që ndoshta ja pastron shtëpinë ka herë me 10 euro, 15 euro, apo për 15 euro një javë ditë me kone pak më e lirë me lezu Kur'an, as ja vlena? Për ne duhet të them që duhet me kalkulu me ahiret, jo me dunja apo. Jo si për para për shembull apo. Për na po dona gruaja me kon tjetër nga e kaluara. Po jo që shpëtojnë tjerë. Jo na bëdan shpëton, që shka qenë jeta e ashabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shka qenë jeta e shikoj Aisha radhiyallahu ta'ala anha. E kam pas një dhomë vogël e kam pas. S'kam pas 4-5 dhomë apo. Po në çat dhomë ka pas një grua që gjithmonë kanë të ofrojë ato. Që Aisha mund të bëjë ibadet. Apo, para Aisha radhiyallahu anha, më shku këtë ymit të fshihet të la të pastru. Ja vallahi sa ajo është Aisha radhiyallahu anha. Apo andaj ka pas gune vet, e ka pas afër. Që ashab të bëjnë sa do që kanë qenë të varfër, e kanë pas ka i shëptor.
I cili domthon për punë të dunjas hek ma pak shit bara thon. Pak baje se një dy gjuhë do më lexojnë çto. Ja vlen. Ma mirë me pas vallahi. Një telefon pak më të lirë, për 100 euro më të lirë me pas. Edhe me pas që ato 100 euro jap dikujt që ti kryen të punë. Ta ndihmosh me fal namaz me xhamat, se me pas telefonat shtrejt në përgjepa, ama tani s'ka vakt me fal namaz me xhamat, do të më ngat mi la borxhe të telefonit apo. Po shitë Allah. Shitë. Një telefon e ki 500 euro, apo 300 euro, a bën me pas 300 euro. Po sa dush, 200 euro, apo 2 muaj ditë mund dikush gjysë në punë me ti kryej apo me ka 100 euro. E ti me fal namaz me xhamat rahat në xhami. Ti me pas vak kanë orë nditje me lezu Kur'an, me nguli gjërata. Kësi kalkulime është nevojshme. Ta mos i merrni bashkë çështë ta më shku të tonë me, ose po them këtë mënyrë, apo tash to më shku me punsu dikana me bëu diçka. Nuk po them kështu. Unë po flas për një mentalitet që duhet ta kemi për ta ruajtur fen. Nëse është e mundshme, hiç pa ta. Ama mundo ka pa kështu me mundu që me shikues se Allah nderuar. Feja aty është më interesant se orëndit e shtëpisë apo. Feja aty është më interesant se këtë që ka ato që ka bëhet. Kjo më interesant është. Më interesant do kjo apo. Prandaj kjo Allahu të ka bëu përgjegjës, tu harush fenë aty apo. Fenë do më urujt apo. Ndërsa për dunja aq sa ju mjafton. Çaq. Ma tepër se ki obligim. Çaq sa ju mjafton. Apo e ju mjafton 5 euro, din 500 euro. Apo ju mjafton të dyja që mjaftojnë. Tash këçëre vëllai ndëruar sa është i organit, çaq sa i komt, ama ruaj u fen. Ruaj fen gjithçysh. Prandaj emri Allahu al-Muqit na kujton përgjegjësinë që kemi për ata që Allahu na i ka dhënë në kujdesje. Në kujdesje thash edhe materiale, por edhe shpirtërore edhe fetare. Kjo është ajo që pa të dhëmë thon për pjesën e parë, kanë mbetur disa pika të rëndësishme për pjesën e dytë që do të vazhdojmë inshallah në pjesën e dytë. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.